Mrekullitë natyrore dhe shtigjet natyrore përgjatë kanjoneve të lumit të zezë janë të frekuentuara nga turistët e huaj. Ata ngjiten përgjatë rrjedhës së lumit dhe shijojnë mrekullitë e natyrës dhe pamjen fantastike që ofron zona. Fshati Kurçi ruan histori që nga kohë e Skënderbeut, siç është shtuar akdhendur, duke bërë atë një ndërthurje të shkëlqyeshme mes natyrës dhe kulturës. Kurt Caca, banor vendas, flet për fluksin e turistëve të huaj në vitet e fundit, fluks i cili ka ardhur të rritet vazhdimisht nga vende të ndryshme të botës. Vazhdimisht vinë, pushojnë, rrinë nga gjithë bota. Franca, Hollanda, Gjermania, lumi shumë i pastër, këto kërkojnë ato. Pastërtinë, gjelbrimin, këtu gjenë një ambient të sigurt, që nuk rrinë të qetë. Kruj, Gollum, Durrës, Tirana. But the people are very friendly. Njerëzit janë shumë miqësor, ushqimi është i lirë, alkooli dhe bira janë të mira. Beer's good. Philippine, but we live in Dubai. Jam nga Filipinet, por jetojmë në Dubai. Do rrim rreth 14 ditë. Do t'ja rekomandojmë miqve tanë që është një vend i bukur me male dhe liqene. Bira është e mirë, edhe vera gjithashtu e mirë. Shqipëria ka njerëz miqësor dhe të qeshur, dhe gjithashtu qenë të dashur. Dogs. Plenty of dogs. It's very good. Ti piace Kruja? Tantissimo. È storica, è bella. Më pëlqen Kruja, është e bukur, dhe historia e saj në vitet 1444. Torni ancora a visitare la Kruja? Sì, perché mia nuora è mia suocera. Është krushka ime nga Shqipëria, dhe nipërit i kemi shqiptar, dhe është shumë bukur këtu. Prandaj do vi ta vizitoj përsëri. Jo vetëm ky fshat, por dhe zonat përreth ruajnë vlera turistike, ndërkohë që vizitohen masivisht nga të huajt.